Zë Dyshniku, patëherë pse nuk shkoni te zyra e kryeministit Edi Rama që të protestoni poshtë kryeministrisë aty çdo ditë duke kërkuar të drejtat tuaja një për një? Shiko, po mire, këta pensionistë, 5-600 që kemi protestuar 8 herë rreshtë. Pse duhet vëmë në 8 herë rreshtë të protestojmë? Pse u dashka pensionistit të protestojë? Çfarë bëjnë forcat politike? Çfarë bën avokati i popullit? Çfarë bën KDSH-ja? Çfarë bëjnë organizata qindra, organizata jo qeveritare? Ore, lutem shumë, a na monitoron Shqipërinë Bashkimi Evropian? Po si mund të thotë Bashkimi Evropian që Edi Rama ka punuar shkëlqyshëm? Po lere Bashkimin Evropian, po them ju konkretisht çfarë do bëni? Ore, jare, ne i bëjmë të tonat. Po se ka bërë punë për forcat politike. Forcat politike nuk i kanë bërë. Po mos prisni gjë nga forcat politike, pra. Si? Mos prisni gjë nga forcat politike. Ora, ne jemi shqiptar. Në qoftë se ne nuk do presim nga forcat politike, atëherë forcat politike le të shkrihen. Për ka janë krijuar ato? Ku ti shërbejnë ato? Deputetët e kanë pensioni gati në 3 milion lekë, nuk ju interesojnë se sa e merrni ju pension. Nuk po flas për ata. Ata s'kan logjika, ata s'kan dhimbshuri. Për mua, që nga Sali Berisha e deri Edi Rama, ata kanë instaluar në Shqipëri regjim kriminal anti-shqiptar. Unë nuk prezgje nga ata. Unë po flas për partitë opozitare që mburren se neve jemi në shërbim popullit, ne do rrëzojmë diktaturën e Edi Ramës. Po si të rrëzosh diktaturën e Edi Ramës si kur ti e përkëdhel? Atë thjesht me protesta. Partitë politike duhet të kenë ide, duhet të kenë alternativa. Por duhet i bëjnë dhe analizë të shkuarës, se ajo e shkuar nga ka quar në këtë drejtje. Asi nuk flet, pse ka dështuar skema e pensionit. Asi në mënyrë absolute nuk e përmend. Pse është pensioni 200 euro? Po thot, kaq kontribut ke bërti. Pra edhe forcat politike kuqen me qeverinë. Këto që po them unë, këto argumente që po jem arsyotim që po bëj unë, analizë që po bëj unë, se kanë bërë forcat politike. Ato pse se bëjnë, ato e din ato. Po për mua, kjo është një dallëzi, është një hipokrizi. Është faji tyre, është përgjegjësia tyre. Dhe për këtë unë po i vë të gjitha me shpata për muri. Edhe jam kundra zhvillimit të protestave, përdorimit të pensionistëve si kur shau. Jo, pensionistët e ban, e ngritën problemin, e ngritën shqetësimin, e mori vesh shoqëria shqiptare se si është gjendja. Atëherë klasa politike, edhe të gjithë organizatat e ndryshme që janë këtu përfshirë avokatët e popullit, duhet ta marrin të parasysh. Edhe ato organizimet që bëjnë gjithë huaj këtu, po flasin për Bashkimin Evropian. Ti i thot, ti ke suksese më vonë. Si mund të ignorosh ti këto hallet se vujtet e këtyre e pensionistëve? Ky thot, unë s'kam, thot, është populluar vendi. Po ka më turp si mund ta pranoj Bashkimi Evropian? Ju këtë si justifikim? Po ti ke shpopulluar më vendin. Ti shkatërrove ekonominë, pasurit kombëtare i volle. Ku do punoni njerëzit? E thash dhe rrandë kaluar. Mirë që u shkatërrua, se kapën të si problem. Po mirë këta njerëz, këta shqiptar, ku do punoni ta? Ore unë e shtroj pyetjen më thellë akoma. Pse ja u drejtoj Bashkimit Evropian, Banka Botërore, FMS, ore, pse e rrëzuat juve diktaturën komuniste? Për çfarë e rrëzuat? Për 2 akuza. Për luftën e klasave dhe tallonin ushqimor. Të lutem shumë, a nuk ekziston bile më egërsisht edhe sot, mas 35 vjetësh të rrëzimit të kësaj diktature, prap lufta e klasave dhe talloni ushqimor? Atëre, si mund të flisni juve që Edi Rama pas ka punuar shkëlqyshëm? Si mund të mbyllni syt juve para krimeve që kanë bërë këta të dy? Edhe shqiptarët vuajnë për bukë të gojës, pra shpopullimin e ka bërë këta. Edhe duhet ta paguajnë këta krimin që ka bërë, jo pensionistët. S'kemi lek të paguajnë pensionet. Ti ke lek, po ti ke shpërdoruar. Ti ke tallur me nderin me lekët tona. Ti breth
me avion personal, me charter, në të gjithë botën. Kush je ti? Më fal, aq bret Edi Rama me avion në të gjithë botën, sa po të mbledhësh udhëtimet në përbot të presidentët Amerikës, Kinës dhe Rusisë, as qareku në tyre nuk bëj, e këtije nuk bëj. Qa janë to? Nuk janë lektonë ato, nuk është gjakull të popullit. Si breth ky mo? Si breth ky njeri? Që është ky? Hovarda. Edhe tundet, shkundet. Mburret e për takimet që bën jashtetit. Qa ka prur ky? E kam thënë dhe djetë në postim në Facebook. Edi Rama është anti-amerikan. Pse e them këtë? Se anti-europian, nuk e diskutoj. Po marrë si anti-amerikan se ky e burr. E thot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thot, janë kampionit demokracisë në botë. Janë partneri ynë strategjik më i madh. Të lutem shumë. Ky vërtet shkon gati çdo muaj. Në 1 dhe 2 muaj në Amerikë. Jo, nuk shkon tani. Jo. Nuk shkon dot tani. Prit, ka shkuar ka shkuar se vitin 13 ky. Po. Ore, Po nuk shkon dot. Ka shkuar, jo, nuk ka shkuar me. Ore se çdo ndodhi nesër, nuk po flas për nesër, nuk po flas për shkuar. Nuk ishte dot as në si ishte dot as në asamblen e Kombeve të Bashkuara. Nuk i ka mira që të nëse. Ky është diskutim tjetër. Më fal, nuk po merrem me vogëlsira unë, me një rast. Unë po marr çfarë ka bërë ky dëm për neve. Se dhe Sali Berisha ka 4 vjet që nuk shkon atje. Po ai ka bërë krime të mëdha në Shqipëri. Patjetër. Zoti Dishniku nuk llogaritet. Të ndalim të pjesa. Ky ka shkuar. Po jo, ore janë të lidhura të gjitha këto. Kur thot ai nuk kam lek. A pra, kur thot nuk kam lek, këto kanë një logjik. Pse thot këtë? Prandaj ti duhet të shër maska. Duhet të shër maska. Dhe këtë gjë duhet ta bëjmë forcat politike. Jo të dalin në për televizore e të bëjnë lojra fjalësh. Edhe flasin. Vetë thjesht për të marrë pushtetin. Zoti Dishniku. Ne mbështesim personistët. Po, zoti Dishniku sa Rama, thash një gjë unë. Rama është anti-amerikan. Pse e them këtë? Ky vetë vazhdimisht në Amerikë. Dakor. Ka 2 ambasada në Amerikë. Po prit më tash ka shkuar të rjetën. Ka shkuar të rjetën mo. Okej, dakor. Ore ka harxuar fare. Po prit ku do dalë në Gjorgji. Ka shkuar të rjetën, ka bredhur. Se çdo bëhet me tutje nuk e di fare, nuk merrem me punën. Unë merrem që çka ka marrë ky nga goja jon. Që na ka pirë qafën. Ky tani shkon në Amerikë. Çka ka punë nga Amerika ky? Populli shqiptar? Por derisa vete atje, për çfarë shkon? Ky shkon thjesht për dalë fotografi, për të dhënë intervista, për të takuar rastisht liderë të ndryshëm atje, qoftë dhe edhe në klub duke do pire kafe se ky i ngjishet, edhe ai fotografi edhe ai që regjistron me video nga mbrapa, kaq. Kto bie këtu në Shqipëri. Ash pra. Po, jo, por nuk është jo. Se ky ka vërtet ka bërë 3 vizita në Michigan, që unë i njoh mirë Michiganin, që ky se një fare dhe nuk do ta njohë. Dhe as një televizion që u kam thënë nuk ka guxuar më pranoj kur i them që dua t'u tregoj shqiptarëve Amerikën siç nuk e ka treguar njëri. Se këta vërtet të tregojnë Amerikën. Ja, Amerika kemi shkuar tu. Ja, filan shqiptar ka ngritur një restorant. Filan shqiptar mjet i rëndësishëm. Por ne nuk na duhet kjo. Suksesi i shqiptarëve në Amerikë është aftësia tyre personale, po është janë dhe mundësitë që ka krijuar ai shtet për shqiptarët. Ne duam atë përvojën e Amerikës na e bie në Shqipëri. Nuk i intereson Edi Ramës eksperienca amerikane për ta sjellë në Shqipëri, apo ai e bën thjesht për të manipuluar turmat në Shqipëri. Po mirë. Ai të ndalë në pjesa e pensioneve se po ikin shumë larg tani. Ore, shiko, edhe unë se mund të bëj pyetje që, ore, pse heshin këta? Se ma bëre pyetje, pse votuan ata pensionistët? Po shumica e këtyre pensionistëve që votuan paktën këtu në Tiranë, janë ata që më kanë thënë mua çam ka takuar, tel bilekën kooperativ, ma ka dhënë qeveria. Pa aq mjaftohet ai të buk, aq mjaftohet të ketë shtëpia pra. Avash, po intelektualët dhe forcat politike që udhëheqin popullit nuk do të shkojnë në këtë nivel. Dhe as duhet gjykuar fare që pse votuan. Ja pikërisht pse votuan, këtë do të gjykojnë forcat politike dhe intelektualët shqiptar.
edhe në mediat bëhet debatat më dhaja për të punë. Të bëhet diskutim. Po, zoti Tyshniku, sa duhet ta keni ju Jo, se ka mbaruar të punën e anti-amerikanizmit. Po mbarojmë se e keni thënë për shërë. Po e kam thënë pra, po kjo është një përmbledhje për të treguar që këto pensionet janë të qëllimshme. Këto janë antipopullore, anti-shqiptare. Se ky bret në tërë botën. Ka mbi 20 ambasada në tërë botën. Qa ka prur ky nga gjithë botën nga përvoja? Ore një të vetme të ka prur. Unë jam qytetar, i thjesht, një pensionist. Dhe nga Michigani mund të sjell mira foto dhe video nga përvoja se si ekziston demokracia dhe shteti ligjor në Michigan. Se si shërben pushteti vendor qytetarëve kudo ku banojnë. Si funksionojnë qerdet, kopshet, shkollat, shërbimi shëndetësor. Se si u kompletohen të gjithë qytetarëve kudo ku banojnë me të gjithë elementet jetik të domosdoshëm, që këtu mungojnë të tëra. Unë t'ja u them, i kam të regjistruar në celular, asnjë nuk pranon. Po ky, çfarë bëjnë të ambasadorët? Çfarë bëjnë të shëtitet që bëjnë ta deputetët e ministrat? Pra, nuk duhet t'ja tregojnë. Edhe unë, këtë egërsi që kam ndaj këtyre parashëlletje që kam bërë këta qeveritar, e kam masi shkova për herë parë në Amerikë, se edhe unë kështu mendova. Fillim kur rrëzuan këta fabrikat i shkatruan, edhe unë thashë, po kështu që ajo kapitalizmi do shkatrojnë, dikush do bëhet i patë i varur.